Pas situatës së krijuar nga rreshtit e ditëve të fundit, punonjësit dhe mjetet e Bashkisë Korçë janë në terren për të menaxhuar situatën dhe për të garantuar qarkullimin normal. Burime në këtë bashki bëjnë me dije se disa nga punimet kryesore që po kryen janë ato në fshatin Voskopoj, ku po sistemohen dhe pastrohen rrugët drejt varezave. Në fshatin Çiflik, eskavatorët pastruan tombinot përgjatë unazës, në njësin Mollaj po kontrollohen prurjet në lumin Kamenic dhe gjendja e urave. Sa i takon zonës së Vithkuqit, ura lubojnë Rehovësh të kalueshme, ndërsa vijojnë punimet në rrugën e Rehovës. Në Voskop po riparohen argjinaturat dhe pastrohet rruga e varezave. Në njësin Drenovësh në monitorim situata nga bora e rënë Dardh dhe niveli i lumenjve. Në Qatrom është vënë në funksion një çezë me re për banorët. Ndërkohë në Lekas vazhdojnë punimet për hapjen e rrugës Tudas Lavdar Bozdovec Mazrek. Bashkia apelon për kujdes dhe respektim të udhëzimeve, ndërsa ekipet e shërbimeve do të qëndrojnë në terren deri në normalizimin e plotë të situatës.